Dhe jemi bashkë në pjesën e parë të emisionit Dashur Miq. I paralajmërova të gjithë të ftuarit, materialet nga tereni, mysafirët të cilët kanë shprehur gatishmëri që të përgjigjen në pyetjet dhe shqetësimet që ju çdo herë na shkruani në portalin Familja Jon. Ka shumë kohë që flasim për shëndetin e syve. Gjithmonë themi që shëndetin e syve nuk duhet ta lëmë në dorë të fatit. Inovacionet shëndetësore janë fat për periudhën që jetojmë. Çdo ditë më shumë lehtohet procesi i një shikimi më të qartë, i një shëndeti më të mirë të syve dhe një kujdesi më të lehtë të shëndetit të syve. Krejt kjo fal teknologjisë inovative dhe fal oftalmologëve të cilët janë profesionistë dhe gjithmonë të përditësuar me informacionet më të fundit rreth trajtimit dhe shërimit të smundjeve të syve. Gjithmonë kur flas për këtë temë dini që është një emër që i përmbush këto kritere, është Klinika Gjermane e Syve. Padyshim që do ta trajtojmë një temë shumë aktuale. Ndoshta çdo i treti person që ka syze është lodhur prej syzeve dhe prej lenteve dhe për një kohë dëshiron të lirohet nga ky obligim. Por jo vetëm, ka edhe shumë smundje tjera, smundje të cilat duhet të trajtohen me laser, të cilat janë intervenime shumë të lehta, pa komplikime. Të gjitha këto do t'i flasim sepse të gjitha këto trajtohen në Klinikën Gjermane të Syve. Natyrisht për të folur për llojet e laserit, për shërbimet që mund të kryen përmes laserit, për smundjet që trajtohen përmes laserit, të gjitha këto përgjigje i marrim nga Dr. Afrim Shabani, i cili tashmë është në studio me mua. Mirë se erdhe Dr. Afrim. Mirë se u gjeta, faleminderit për ftesën. Është shumë kënaqësi çdo herë. Faleminderit ty për gatishmërinë me qenë pranë shikuesve dhe pacientëve të normal. Po gjithsesi dash isha lidhur të gjitha emisioneve që i kemi bërë, realisht kjo është një emision është temë ashtu pak i veçantë për arsye se po flasim për diçka që ne futjen e laserit në temë ashtu në oftalmologji ka qenë ai revolucioni më i madh në gjithë mjekësinë ose në gjitha fushat tjera, përveçërisht në oftalmologji, laseri ka ndihmuar se ka ndruar komplet çështjen në trajtimin dhe shërimin e smundjeve të syrit. Edhe proces më i lehtë, edhe me rezultate më të sakta. Kjo as nuk diskutohet, ndoshta ne kam fatin që kam mbri ndoshta pjesën kur bëjnë intervenimet pa laser, edhe tash kur bëhen intervenimet pa laser, është një çështje këtë ndryshe, është ndoshta themi para se më mendu që po bëhet me laser, kur që kemi diskutuar ose ka thonë dikush që po bëhet, po fillojnë diçka intervenimit laserike, kemi thonë kjo është e pamundur, është diçka që s'arrihet ose diçka. E që na do të aplikojmë, do të bëjmë gjitha këto intervenime, ndoshta s'na ka marrë mendja. Dhe gjithmonë dallimi ka qenë dallimi shumë i madh. Shumë i madh. Në ndërkohë se laseri është një term që po e ndëgjojmë jo vetëm në oftalmologji. Laseri është trendi apo inovacioni i mjekësisë. Por do doja të ndalesha te rëndësia e laserit në oftalmologji. Janë disa lloje të laserit, po çfarë roli ka laseri edhe në punën e oftalmologut, edhe në shëndetin e syve të pacientit. Gjithsesi, domethënë, përse gjithmonë kur flasim për laser, gjithmonë mendohet ajo, hajde të shkojmë me laser të heqëm syzat. Po laseri ka lloje të ndryshme të laserit, po edhe në përdorim të ndryshëm ose në smundje të ndryshme. Na mund fillojmë për shembull laserin, mund të fillojmë ndoshta laseri më i lehtë, ndoshta laseri për largimin për shembull ta personat që kanë probleme me çerpik. Po kthimi çerpiku mbrapsht. Me shumë si triozë ose domethënë edhe kemi pengesa të mëdha. Ajo pjesë mund trajtohet realisht. Është pjesa do të bëhet djegja e rrojës së çerpikut, edhe pastaj ai pacient më nuk kemi rritjen e çerpikut që kthehet mbrapsht. Çdo është pjesa më e lehtë ose pjesa nëse fillon prej fillimit të syrit ose nga të thonë prej jashtë që futemi nga ose më të lehta realisht. Përndryshe ne kemi na përdorim më të shpesh, ne bëjmë 4 lloje të lasereve që çfarë thonë disa me ditë. Ajo është domethënë çka? Na e përdorim për shembull laser fotokoagullimin. Një. Pastaj përdorim, ndoshta do ndalem pastaj për secili, po ti dimi cilat janë llojet e laserit. Pastaj përdorim jag laserin. Pastaj përdorim excimer laser që përdorim për largimin e dioptrisë, edhe është një laser tona selektiv që përdorim është trabekuloplastia laserike selektive që përdorim te pacientët me glaukom. Edhe është fati mirë që na të gjithë këto lloje të laserit ne i përdorim në Klinikën Gjermane të Syve. Këto lasere, se ndoshta për neve që jemi laik të fushës, i ndëgjojmë se emra dhe themi ko kanë firma ndryshme ose nuk e dimi. Po secila prej tyre ka një rol specifik në smundje të caktuara. A shkojmë kështu
Po shkojmë me rënd. Isha nalë fillimisht të laseri fotokoagulime që e përmende. A si funksionon, ose të cilat smundje, ose kush o potencial për këtë laser me marë trajtim? Të dimi, si çdo laser është aparat ndryshe, është aparat i veçantë. Nuk është një laser përdorën për krejt që të shka po flasim. Çdo laser është aparat ndryshe. Flasim për laser fotokoagulimin, realisht kjo paraqet një përdorim të laserit që krijon nxehtësi. Një mënyrë, çfarë po them krijon nxehtësi? Se efekti i tij është efekt termik, që ne e përdorim te pacientët që janë më së shumti që ka gjetur përdorim është te pacientët që kanë retinopati diabetike. Domethënë te ata pacientë që kanë diabet dhe kanë dëmtime në sy. Domethënë tash për çfarë po bëjnë në këtë rast? Po përdorim energjinë e laserit që na më ndal, ose në mënyrë themi është në tojza me djegë çat pjesë ku ka filluar gjakderdhja. Tash domethënë kështu, te diabeti realisht na shumë kur shpjegojmë edhe pacientëve ose kemi shpjeguar në emisione, kemi treguar që te diabeti preket retina. Të gjaku të retinës që dhe me ashtu gjakderdhje nëse pëlqasen dhe krijojnë gjakderdhje në sy. Tash ideja që njerëzit që kanë zhvilluar këtë punë është si të gjejmë diçka pa u fut në sy. Domethënë pa bu operacion. Pa e hap syrin, domethënë që të mund të ndalet, ose të parandalohet çfarë gjendje. Dhe kjo është arritur me laser fotokoagulimi. Dhe kjo bëhet nëse cilën do stad që është, ai se nga një janë vonë pacientë. Si domethënë ato stadie, po ne do të shumë mirë është domethënë të zënë në stadin kur ne veç arrihet domethënë ai qëllimi se po duhen me bë. Domethënë është qëllimi që të arrihet sa më herët para se të krijohet komplikimet realisht. Laseri bëhet në ato raste, se para laserit ne duhet të bëjmë disa ekzaminime shtesë, do të bëhet angiografia me fluorescein, do të shohim sa ku po rrjedh gjaku. Që ne të kemi sakt të dimë se ku po e bëjmë efektin e laserit. Domethënë çka ndodh këtë rast. Na vetëm një fotokoagullim, domethënë po i mbyllëm një enë të gjakut që po rrjedh. Aty ku kemi ato ne shumë si neovaza ose enë të gjakut të reja që janë jo të mira për synin, sa ato let pëlqasin edhe let shkaktojnë gjakderdhje. Ideja është ne aty të bëjmë laser. Në mënyrë që ta ndalim çat pjesë që mos kemi gjakderdhje. Kështu që shumë është e shprehur, laser fotokoagulimi përdoret shumë tek pacientët me diabet. Po flasim për laserin, po patjetër që duhet këtë pjesë mos na ik për krejt pacientët që po na ndjekin, sidomos specifikisht ata që janë me diabet. Shpesh injorojnë faktin se po shohin mirë. Edhe ajo është një smundje tinzare që mund të shkojnë në një nivel të lartë të zhvillimit të smundjes, edhe laseri ndoshta te përvonë pastaj. Se si puna, kemi thënë çdo herë tash prapë përsëris, domethënë nuk duhet të pritet që të humb shikimi. Sepse vet laseri dhe kur unë ja shpjegoj pacientëve të mi, mos të presin nga laseri që laseri e kthen shikimin. Laseri është për me parandalu. Domethënë, bile ose çka bujnë gabim pacientët. Për arsye se ato është nëse shpjegojmë si procedurë, është procedurë e lehtë me bë. Vetëm syni pihet me anestetik realisht. Nuk ka nevojë më fut në sallë operative. Është vendosur në një aparat që vendos mjekrën aty, shtet kokën dhe bëhet menda 2-3 minutave realisht. Pa dhimbje. Pacienti domethënë nuk e mbyll syrin, shkon me njerën në shtëpi, nuk është operim, domethënë këtë duhet kuptohet. Edhe ajo çka shpesh ndodh te pacientët ose gabimin që e bujnë pas laser fotokoagullimit, është që ndonjëherë, domethënë se çka thonë, kur bë laser, edhe mas laserit unë mas një kohë kam humbur të pulmonit. Laseri se ka humbur të pulmonit. Pulmonit e ka humbur diabeti. Se ti s'kenejt ende si kenejt gati realisht trajtimit smundjes tënde. Laseri është e vërtet, ndonjëherë kur bëhet laseri, ne ndonjëherë sakrifikojmë një zvoglim të vogël të lehtë shikimit që më mujt me rujt pjesën tjetër. Sepse na kemi forma të ndryshme në laser fotokoagullimit. Ne e quajmë si laser panretinal ose tër periferinë e retinës në varet ku e ka ataku smundja. Fazas lash për shembull. Ose kemi bëjmë laser fokal quhet, që s'ndikon kurrë në të pamën. Në rastet kur bëjmë një laser panretinal fotokoagullim, atëherë kemi mundësi të kemi një dobësim të periferisë të pamërit, por ne e kemi rujt qendrën. E kemi rujt pamërin qendrore. A është kjo për një kohë të shkurtër? Jo, realisht domethënë këtë rast domethënë sakrifikohet në farë mënyrë një shikim periferik për me shpëtu periferinë të pamërit qendror. Po. Kështu që pacientët gjithmonë e shpjegojmë këtë punë domethënë. Po ndryshe po nuk e bëni laserin, atë do t'i humbë edhe të pamërit qendror. Aty është ideja. Po, tani është deri në verbrim mund të shkojnë që është erron me thonë. Domethënë diabeti çon deri në verbrim. Ashtu është.
Po, në ndërkohë, ta zëmë, këta pacienta që kanë diabet dhe vinë e bëjnë laserin me fotokoagulim, a duhet prap me qenë të rregull çdo 6 muaj, çdo 12 muaj me kontrolla, a mund të përsëritet një problem? Patjetër, se laseri nuk e shëron diabetin. Okej. Laseri të ndihmon në parandalimin e atij procesi që ka ndodhur atëherë. Që ka filluar ta atakojë syrin e tij. Patjetër, kështu që ai pacient duhet prej asaj kohe kur e kupton që ka dëmtime në retinë, ai duhet të menaxhojë edhe punën e diabetit si sëmundje. Që po nëse nuk u rregullu diabeti, kemi një hipertension, mundësia rigjakdjerjeve ekziston. E qartë, po. Që laseri fotokoagulimi përdorim edhe te raste tjera. E përdorim edhe tek pacientët kur kemi çaje retinale. Okej. Ne kupton që ta shpjegoj pak pacientëve, domethënë, pacientë që kanë një miopi të madhe ose një dioptri shumë të madhe minus që themi na. Minus që. Po, ose pastaj kanë probleme të lindra të retinës, ekziston rreziku gjithmonë të krijohen çarje retinale. Që na rrezikon gjithmonë shkolitjen e retinës që është një sëmundje shumë e madhe. Po qofse pacienti vije me kohë, na përmes laser fotokoagullimit mund ta izolojmë çarjen retinale. Edhe çaj çarje mos të shkojë që ta shkolit të retinën. E pastaj duhet patjetër të bëhet operim. A bëhet operim? Mund të bëhet. Nëse se bën hupomri gjithçysh shkolitja e retinës. Po nëse, domethënë, ideja është që na mund të parandalojmë me 1 minutë punë. Po. Domethënë me një pa dhimbje, pa. Ashtu domethënë, kështu që edhe këto raste laser fotokoagullimi na ndihmon shumë. Vetëm se duhet zbulohet me kohë. Duhet ata që janë minus. Jo është minus, mos ta marrëm ashtu. Unë thash si opsionin më të shpesh që mund ndodh çarja. Se çarjet retinale mund ndodhin te çdo kush, mund ndodhet te çdo person. Apo predispozit kanë më shumë këta që janë ashtu. Ose kështu themi, ata pacientë që ndonjëherë se stimi ashtu se pikat zeza, se tona njerëzit mund ta kuptoni çdo kush që ka pikë zez kujton që realisht ka një çaje retinale. Ata persona që janë për shembull ata që janë me diabet, të persona që tam janë minus në që çojnë pesha tranda shumë, domethënë kanë mundësi rrezikun domethënë të krijojnë çdo çarje. Si e vren ai? E vren domethënë sikur thotë në këtë fushën e të pamjes, unë kam një farë si lloj hije të zezë dikun duket. Që përcillet kështu. Jo që përcillet. Ajo që përcillet. Se përcillet domethënë është ai problemet që i kanë shumica njerëzve që ne i shohim në trupin qelçor, që nuk domethënë domosdoshmërisht këtë çarje retinale. Po ajo mund të jetë një sheh që ai të shkojë te mjeku i syrit se na mund ta kontrollojmë mos rastësisht ka çarje se vrima retinale që na i çojnë. Që ato mund të lokalizohen realisht me anë të laserit. Kjo mund ndodhet tek moshat e shtyme posaçërisht. Për ata persona që kanë që na një mjek i syrit ka thonë që ka realisht ndryshime degenerative në periferitë e retinës. Ata gjithmonë janë të predisponuar me kriju si vrima ose çarje retinale, që na mund t'i ndalë me laser. Doktor Afim, këtë pikën e zezë që po e shpjegon, e shohin vetëm ata në shikimin e tyre, e shohim edhe na të ta? I themi këtu diçka. Ti s'mundesh me po. Na s'mundemi me vetëm ai që sepse ai është në brendësi të syrit, ai është në trupin qelçor, në temat longun e syrit, që është ai longu i trashë që krijon atë trupin qelçor të syrit, aty shpesh kemi krijim të fijeve fibrotike që shkaktojnë si pika, fije, si rjeta marimonge, domethënë, po gjithmonë këto janë një shej që ai duhet shkojë te mjeku i syve. Absolutisht. Mirë është me shku te mjeku i syve pa pas asnjë shej, po me që jemi pak më neglizhent këtë pjesë, të paktën t'i dim shenjat e para apo ndryshimet e para, sidomos ata që folim edhe për pacientët. Pastaj të kalojmë te laserit këtu është si komplikimet mundshme është kjo, realisht ju thash edhe më herët. Një dobësim i lehtë i shikimit, që nuk krahasohet me atë çka porum pastaj. Kupton? Se pastaj pacientët mund takohen po shoh pak më dopt natën. Pastaj domethënë si komplikimet mundshme është për shembull shumë e rrallë është, domethënë pe laserit shkaktohet gjakderdhje. Edhe nëse është shumë e rrallë, domethënë që është djeg çaq shumë domethënë në pjesën e retinës që kriju gjakderdhje. Unë vetë që dash si mundësi, po është shumë e rrallë. S'ka ndodhur asnjëherë, që 20 vjet punoj me sy s'ka ndodhur asnjëherë. Mund të parashikohet si rrezik, po kjo është një përqindje shumë e rrallë, shumë e rrallë. Po as rreziku nuk është më i lartë se dame që mund ta bëj, se po mbiem me përsërit, po verbrimja është tani më e vështirë me që s'mund ta kthej. Absolutisht. Tani më nuk mund të kthehet. As laseri, as s'mund të laser, jo s'mund. Kur epicendra preket. Derisa se laser nuk guxojnë të bëjmë në qendër, në regionin e makullës. Atëherë kemi shpjeguar me ato çështë do ta trajtojmë me ato injeksionet intravitreale që kemi pas në emision për këtë. Që patjetër unë e tham edhe shumë shpesh në emision që është inovacioni që ndihmon cilësinë e jetës dhe të pamërit tek shumë persona. E përmende që llojet e laserit dhe më përmendona me i majt men edhe me fol për secilin që shikues me ditë edhe sakt kur vinë çka kanë me prit prej doktorit. Është tjetri lloj laseret fotodisruptiv.
Po, është jag laseri ose fotodisruptiv, zakonisht që lasera që në ose indikacion që ndryshon shumë ato indikacionet në laser fotokoagullimin, zakonisht këto e përdorëm gjithë pacientët dinë që moshat e shtyra krijohet katarakta ose perdja e syrit. Perdja, po. Realisht, perdën e heqëm një metodë shumë tre me anë të rrezeve të ultrazonit edhe krijohet është një që thamë më herët ai krahasimi para dhe pas bëhet në mënyrë shumë të sigurt, shumë të avancuar. Po gjithmonë pas kur heket katarakta ose perdja e syrit, në gjë ne vendosëm brenda një thjesë intraokulare e quajmë. Që mbetet në sy dhe përmes saj do të shohim shumë mirë, se nuk bën pa vendosje thjesës. Me dioptri të pacientit që na gjithmonë e masën paraprakisht para intervenimit. E shpjegova këtë për arsye se pas një kohe, mes disa muajve ose viteve, pacienti që është operuar prej kataraktës, edhe thotë unë shumë mirë po shoh për një thotë ka nisën po shoh si mjegun. Dhe realisht kjo ndodh na e quajmë si opacifikim ose trubullimi asaj pjesës ku është mbështetur thjerza, na e quajmë kapsula pasme e lensit të njeriut, që mund të pastrohet brenda 1 minuti. Themi kështu. Me këtë laserin fotodisruptiv, jag laserin që na e përdorim domethënë. Se gjithmonë pacienti pyet, a kam më kthy perdja në herë kur e hekëm? Jo, perdja s'kthehet më asnjëherë. Forma që ka kur s'mund kthehet. Nuk rikthehet. Po çka quhet si perdë e dytë ose na e quajmë si katarakt sekondare, kur krijohet që farë turbullime e kapsulës pasme, dhe kjo mund të përmirësohet në farë mënyrë, domethënë me efektin e këtij laseri. Po kjo perdja, sepse kjo është shpreha më shpesh që dëgjojmë, sidomos tek të moshuarit, nuk po shoh, kam një perdë. Kjo perdja a është simptom vetëm tek të moshuarit apo mund të na ndodhë edhe neve? A është thjesht që shohim pak më trupull? Jo, perdja është apo si e dallojmë? Perdja është proces normal që na bëhet me moshë. Është proces normal i syrit, turbullima e thjerëzës. Po kataraktën që në perdja ka katarakta realisht mund fëmia të lindë, quhet katarakt kongjinitale. Po, ka mundësi të lindë me perdë syrit. Perdja mund të bëhet në moshat më të reja. Perdja shumë shpesh shtohet ata pacientë që kanë diabet. Te ata pacientë që gjenetikisht thonë edhe prindërit e mi kanë pas perdë shumë moshë më të re. Gjithmonë është proces normal, po që na e karakterizojmë me moshat e shtymës, se ai kohë është vetëm thjerza, struktura e thjerëzës ndryshon dhe krijon turbullim të thjerëzës. Kështu që na e largojmë, po ndonjëherë tham krijohet çka katarakta sekondare. Tash efekti dallimi me laser fotokoagullimin këtu nuk krijohet nxehtësi. Kjo është thjesht është për arsye disruptive, efekt mekanik, thon prerje pa djegje. Sepse vetëm kemi shkatrimin e atij indit, të qelizave, domethënë bën një farë lloj efekti, them ashtu bombardues ose shkatrus. Edhe në farë mënyrë është e hap një pjesë pa ka këtu djegje për rreth. A duhet patjetër me vendosat lentën? Lentët duhet kur tekat katarakta duhet vendoset lentën. Patjetër, se përndryshe ai pastaj nuk mund të sheh. E zaventson forcën thyrëse të thjerëzës normale të synit tonë. Po për ata që po dojnë me pyet është të lentën ma ke vendosur me një dioptri që unë kam aktualisht, a mundet mas 10 vjetëve me ndryshu? Jo, por ashtu ne po largojmë një thjerëza normale syrit është në atë kodin e thonë aparatin dioptrik syrit. Na kemi larguar ato dhe kemi zaventsuar me këtë. Kështu që kjo pjesë është artificiale realisht. Është e përhershme. Na mund ta bëjmë një emision komplet për thjerëza, pastaj se ka çast shumë pastaj kemi lloje të ndryshme të thjerëzave, por ndryshe këtë eceka që të kuptohet se kur e përdorim laserin domethënë ose jag laserin. Kjo është pyetje që e bëjmë pacientët shpesh. A do të më hek thjerëzën me laserin? Jo, thjerëza nuk heket. Se nuk preket syri. Ajo është e përhershme. Nëse kam edhe 50 vjet ymër, ajo edhe 50 vjet qëndron aty. Është e përhershme realisht. A për cilët a mund të ka na infeksion diçka jo? Gjithmonë kuptohet, do na themi mjeksi nuk mund të thonë asnjëherë që s'ka komplikime. Realisht po kjo është një metodë ç'është themi ashtu mos themi 100% e sigurt, por shumë e sigurt realisht. Edhe është e pranueshme për syrin e njeriu. Po, e qartë. Kështu që atë idenë që domethënë bëhet laseri dhe nuk e dëmton thjerëzën, edhe vetëm prapa thjerëzës largohet domethënë ajo turbullime që është shkaktu. Si komplikim mund të jetë ndonjëherë është vetë dëmtimi i thjerëzës me laser, që duhet të ketë kujdes. Sepse këtu përdoret një energji shumë e madhe në një pikë të vogël ama shumë precize. Aty duhet të kemi gjithmonë kujdesin ato dy pikat që bashkohen për efekt laserit duhet dihet ku po bashkohen, jo në thjerëz, po duhet bashkohen prapa thjerëzës. Kështu si komplikimi është kjo, dëmtimet apo shajat që lihen në thjerëz. Ndonjëherë që s'është pengojnë shumë, pastaj ndodh një inflamacion i lehtë, na quajmë si uvet, pas intervenimit domethënë laserik ose rritje shumë e shkurt për disa ditë e tensionit të syrit.
A i hospitalizohet pacienti? Ja, asnjëherë, nuk hospitalizohet. Kjo është laser që bëhet, as nuk e ndjen, domethënë, as nuk ka dhimbje, shkohet me njëherë në shpejt, domethënë, as nuk mbyllet syri realisht. Nuk është diçka që unë i them kanë pacientëve dhe fëmijëve mund ja bojnë, edhe se nervesh as fëmijë, domethënë. Se nervesh, okay, sa është procedurë lehtë. E di se pacientët që kimë ardhur me fol për këtë temë, po me të pas këtu mësë me ta bëj një pyetje për këtë lentën. Është e pamundur. Jo, po dalin te laseri. Jo, nëse ideja të laserit ta shpjegoj edhe një punë laserit isha në specializim në Zagreb edhe kur e shoh për herë të parë çu bën laserin edhe për më duke e lehtë ashtu, po kur e merr me shikuti thuf din çfarë ide. Tash edhe ai profesori që thotë aty, ata ti e ki emrin me shkruajnë A, po? Ta çe bojnë ata A-jën aty me laserin. Çfarë precis domethënë, me ato njollat e laserit e bëni shkruajnë A, vetëm për të thënë këshire tash, din shifet çikosh ne. Shkruajnë A. Apo do të thonë që domethënë është çfarë precize është kjo puna, po kupton. Kështu që kjo ka ndru komplet sistemin domethënë trajtimeve të smundjeve të syrit. Edhe po flasim vetëm për dy, ende jemi të folën për dy. Vetë dy të laser, na kemi ende laser, po patjetër që du me ju dhënë përgjigje se shiko se unë shpesh marr pyetje doktor Afrin prej shikuesve, prej pacientëve konkretisht, po a e ke pyet, a mundesh me pyet, a ka ndonjë problem nëse e bëj, a ka ndonjë kundërefekt. Edhe unë mundohem mos me ju me të bargjë dhe mundohem të jem një lloj pacienti përballë teje sot, edhe unë jam i sigurt që prej shtëpiave derisa po dëgjojmë, dikush që duhet me bë këtë laserin fotodisruptiv, thotë mirë, unë e bona, e largova perdën, kataraktën, e vendosa lentën, a ka ndonjë vështirësi të mirëmbajtjes, a ka me qenë ajo pjesë e emja që ka me pengu? As nuk vret, as nuk pengon, as nuk e ndjen që e ki mrenda sa për këtë tjerës. Këtu laseri fotodisruptiv përdorim edhe te pacientë që kanë glaukom. Domethënë e përdorim për me hap, irisi është ajo pjesa ku jep ngjyrë syrit. Ndonjëherë domethënë kemi raste kur qarkullimi i longës syrit, që ne e quajmë si humor aquosus, se longu i syrit prodhohet dhe absorbohet 24 orë në ditë. Prodhohet, absorbohet. Në çdo pengesë që shkaktohet në rrugën e këtij longu, domethënë mund të çojë në rritje të tensionit të syrit. Pastaj paraqitja e glaukomës. Ndonjëherë mos ti më ashtu shumë në detaje se çka, po ky laser mund të përdoret për me hap një vrim te kjo irisi ose ajo pjesa ku jep ngjyrën e syrit, që me lehtu domethënë qarkullimin e çatij longut të syrit. Interesant. Edhe bëhet shumë shpejt, domethënë, vetëm në rrezik shkuet me laser dhe bëhet një hapje që ne e quajmë si iridotomi. Dhe çfarë fate që këtë lloje të laserit i keni dhe nuk keni nevojë të shkoni me metoda klasike, të cilat sigurt e kanë qenë, po pse kur është kjo inovacion që sillet. Është Excimer laser, tjetri, i cili po ashtu është në klinikën gjermane dhe përdoret për largimin ose korrigjimin refraktiv. Për largimin e syzeve. Kjo është ajo që ka pyesim më shumë të realisht, që kjo futet në atë laserit themi ashtu estetik ose në aspektin e po dhe lehtësues valla. Lehtësues diskutohet, patjetër as nuk diskutohet. Nëse kjo është këtu ndonjëherë them, e kupton është edhe një herë, le ta kuptojmë se nuk dëgjoj në për këto reklama se në jo mendoj atë se laseri për korrigjim refraktiv është kryer në klinikën gjermane të syve në 2005. Domethënë, që është ka qenë, domethënë, themi ashtu një mrekulli që kaq herët pas luftës të arrihet një laser i tillë, domethënë, kështu që edhe ky laser domethënë kur e dim në atë punën e tenesa është problem që të mbohen syzat, kjo ka qenë diçka një mrekulli realisht, domethënë. Parasysh se e dim ato që ne ato bollizimet për syzat, sa në tjera plus mos mbajtja syzave vetëm pse nuk çfarë do thonë tjerë, kjo ka qenë domethënë ajo. Është vështirë, jo dimrit avullohen syzet. Unë pse them gjithmonë ajo është ideja gjithmonë ka ndihmuar shumë edhe filluj pryve gazetarëve se ju fytyrat publike që jeni gjithmonë në televizion, gjithmonë kanë pas pengesa realisht në pamje të tillë se domethënë në prezantimin e diçka në televizion ose në pengesë profesion. Domethënë, që ka filluar që ti pengoj në profesionin e tij. Kështu që Excimer laseri ka disa lloje pastaj aty. Pra po aty kemi lloje të ndryshme domethënë, ose metoda të ndryshme domethënë të çasjes të largimit të dioptrisë. Varësisht prej. Varësisht domethënë çfarë, se varet prej pacientit. Kështu që e mira që tash kemi marrë laser më të ri domethënë që është përmes të kompanisë Bausch & Lomb, Teneo, që efekti i tij ose puna e tij është që ne e quajmë si transfer ko. Realisht është ai ideja, domethënë se Excimer laseri domethënë si çka kupton me këtë si është veprimi i laserit në këtë rast. Laseri veprimi në këtë rast është e quajmë si
ablacion ose avullim i asaj stromës të kornesë. Nuk kupton, po është qaq preciz, preciz mikronik domethënë, ku dhe nuk krijon dëmtime termike për rreth. Është qaq mirë rregulluar domethënë që nuk shkakton dëmtime për rreth. Ato që me kuptuar është më mirë shikuesit është na po e bojmë një riformësim të kornesë. Po ja ndryshojmë formën kornesë pavarësisht çfarë dioptrie ka ai pacient. Po është qaq mirë rregulluar domethënë, sepse është gjithmonë këto po progredojnë ose po zbulojnë se në të reja realisht. Që po është mundësia që na po e ngjizojmë syrin e kornenit atij pacienti që ka më trajtuar terminit laserik, dhe çato vetëm në mënyrë bartën, s'kem nevojë na me shkru. Bartët e aparati e laserit. Edhe ai që ka formën, ka modelin se në çfarë mënyre ka më trajtuar kornenin atij pacientit. Pavarësisht ku është domethënë ajo çka do na më bë. Po. Kush janë potencial pacient që mundën. Gjithë pacientët që bëjnë syza kuptohet me kriteret që duhet të përmbushën. Flasim domethënë, janë pacientët që janë miop, që janë minus dioptri. Po. Pastaj pacientët që janë hyperop, që janë plus. Po janë edhe pacientët që janë miop me astigmatizëm, edhe hyperop me astigmatizëm. Domethënë trajton aty nuk kupton pjesa cilindrike domethënë, po ajo forma jo e rregullt të kornesë. Domethënë që neve na shkakton pamje jo të mirë. Që korrigjohet edhe ajo me laser. Se shumë pacientë më thonë për shembull, unë s'e kam ditë që astigmatizmi së cilindre korrigjohet me laser. Po, ka mundësi më korrigjohet me laser. A mund të mos jetë as minus as plus, po thjesht astigmatizëm? Ka mundësi vesh astigmatizëm, po. Është shumë rrallë që ndodh vesh astigmatizëm, po gjithmonë astigmatizëm mund të shoqërohet me plus ose minus, po ka mundësi vetëm astigmatizëm dhe ai mund të korrigjohet. Dhe është edhe mosha kritere, po? Janë 3 kritere që na duhet të plotësoj. Duhet patjetër të jetë mbi moshën 18 vjeçare, si kriteri i parë. Kriteri i dytë është të kemi trashësitë mjaftueshme të kornesë. Sepse aty është pastaj varet se lloj laserit për përdorën, po ekziston ajo mbetjen e quajtur si strom reziduale që është kufiri që nuk duhet të kalohet. Sepse duhet të jetë një pjesa e trashësisë kornesë që është normale për syrin e atij pacientit. Kryesisht ka pacienta që se kanë? Se kanë. Ka mundësi për syrin e gjithmonë do ta ka plotësuar kriterin e parë mbi 18 vjet, na jetojmë të ta mosën trashësinë e kornesë. Edhe aty ka pastaj mundësi që kornea të jetë e hollë, edhe kur e llogaritet që me heqje dioptrisë, ajo kornea do të mbetet më pak se sa stroma që të lejohet me bë, ai pacient nuk guxon të bëhet. Nuk guxon. Është kriter absolut, i kthejmë këta pacient. Që për fat keq kemi pas pacient që ka ardhur një strom, që ka ardhur një strom shumë që është bolla laser dikun, dhe që ka ardhur një strom, aty është problem. Të konsumimit. Shumë domethënë s'ka mundësi të bëhet. Thej fillojnë komplikime të tjera që prapë s'të ndalen të flasim edhe këtu. Edhe kriteri i tretë është që pacient domethënë na duhet përcillet që për 1 vit deri në 2 vite, ndërkohë edhe 3 vite na kur shohim që mos ketë lëvizje të dioptrisë. Okej. Kjo është ajo që thonë, a do të doktor unë po e bëj pa më kthehet dioptria. Çfarë do të dështa me ditë, a është e përhershme kjo? Kjo është që dështa me të ju them edhe pacientëve që ta dinë. Laseri heq vetëm atë dioptri që e ka. Nuk ka mundësi që me ndal dioptrin që bëhet. Për të arsye na presim në atë kohën e mjaftueshme që taj pacient po shifet që nuk po lëviz dioptria. Edhe atëherë vendosëm pastaj për me bë. A ka raste kur pas 5 vjetëve, 10 vjetëve ka lëviz, ka filluar? Ka mundësi, ndosë, atë s'mund të them kur që ai pacienti s'ka më lëviz dioptria, po jo ajo dioptri që e ka, si kthehet ajo. Për shembull, një pacient e morëm fatikisht që e ka -3 dioptrin. Edhe pe bën laserin. Mas 10 vite s'ka më qenë -3. Nëse ka pas diçka të lëviz, mund të jetë 0,50, 0,75, si që e vlerë ka pas bëhet për 10 vite. Po s'ka mundësi ta ketë -3. -3, okej, e qartë. Se është që thash më herët, efekti i laserit është avullimi ose largimi ose ablacioni i stromës kornesë. Mund të është boni zhvendosje, është hek diçka një ind i kornesë që s'ka mundësi të kthehet pastaj. Po. Te këta pacientat që si plotësojnë këto kushte, që dëshpërohen pastaj, sepse është goxha emocionalisht ti që kish dush me vendos me shku, okay, po shkoj me hek lentet ose syzet se jam lodh. Edhe kur të vjen aty thot mjeku jo, nuk i plotëson kushtet. A ka shpresë tjetër? Ka shpresë tjetër, patjetër që ka shpresë tjetër. Po ato janë gjithmonë do të plotësojnë ato kriteret e mundshme, sepse shpresa tjetër që ne na kemi plot pacientë që kanë vendosur ndryshe, pse është këta pacientë që kanë një dioptri shumë të madhe. Po. Për arsye se tek laserit për shembull ka kriterin e largimit deri -10 dioptri.
tek lusi mund të largohet deri +5 ose +6 dioptri, te astigmatizmi deri në 3 dioptri. Këta që janë mbi, pastaj ata nuk mund të korrigjohet. Po ekziston mënyra tjetër, me ato thjerza që përmendëm më herët. Po. Implantimi i thjerzave refraktive intraokulare. Me cilat jetojnë. Po, patjetër domthonjë, kjo është nëse ne folëm më herët për ato thjerzat intraokulare që përdorim te katarakta, që është shpesa më e madhe e vendos një thjerz standarde, na kemi rastet kur kemi vendosjen e thjerzave për korrigjim refraktiv, vetëm për largimin e syzave, nuk ka katarakt. Sepse kemi thjerza pastaj multifokale që na i përdorim për ata pacientë që mbajnë syza progresive, që mbajnë syza edhe për larg edhe për afër. Edhe kjo mund të korrigjohet. Kjo korrigjohet me ato thjerza që i vendosen në brendësi të syrit, që janë thjerza multifokale. Po. A rekomandohet për shembull, po na shikojnë shikuesit të cilët janë 50-60 vjeçar dhe nuk e kanë marrë këtë vendim deri tash dhe thonë, "Ok, po pse jo ti largoj syzet e dhon?" A bën këtë moshë? Po është moshë ideale për ne. Se në çat kohë kemi zakonisht për persona që mbajnë syza progresive. Po. Po ashtu kur kemi rastet që pyeten më herët për puna ku nuk mund të bën laser, ata pacientë që kanë dioptri shumë të mëdha, edhe ajo mund të largohet. Largohet procesisht me këto thjerza që në intraokulare pa largu fare, domethënë thjerzën normale të syrit. Po. A është vështirë më adaptu në pas intervenimit? Realisht, adaptimet adapton shpejt, sikur ata personat që mbajnë syza progresive që kanë atë fillimin e sa ditë që tesa realisht adapton shumë shpejt realisht. Është ideja se truri i tyre shumë shpejt e menaxhon atë punë që shef larg edhe afër me lentet që i ka brenda sy. Edhe kjo është intervenim. Bëhet me trezeve të ultrazonit, nuk kemi prerje realisht, nuk kemi çepje të syrit, pacienti po ashtu shkon me njërin shpejt. A ka diçka që duhet me pas kujdes ato ditë e para? Patjetër, gjithmonë atë rreziku për infekcion. Na i shpjegojmë gjithmonë, drita është pak sendi më i vogël, na gjithmonë frikojmë në aspektin e mos kemi ndonjë infekcion. Që i tregohet çdo gjë pacientit se si duhet ta trajtoj, çka duhet ruhet, kështu që është proces që shkon shumë lehtë. Po. Një tjetër laser që keni në klinikë gjermane që do doja të informosha edhe për këtë është unë po e tham SLT, po kjo është selektiv laser. Trabekuloplasti, domethënë që fatmirë që e kemi në klinikën gjermane të syve, zakonisht përdoret te personat që kanë glaukom ose tension të rritur të syrit. Realisht bëhet ata pacientë tash prapë jemi kyç në shumë tema realisht, ata pacientë që kanë glaukom na thonë me kanë të hapur. Domethënë, ITSN është një laser që e përdor nxehtësinë, por nuk krijon djegje. Që është e mira. Dhe sepse absorbohet nga një pigment melaninës që quhet në atë pjesën e kondit iridokorneal të syrit, që thjesht po e menaxhon çat longun e syrit që tash unë për më çarkullu pak më mirë. Sepse domethënë çka bën domethënë e lejon thjesht që drenazhi ose çarkullimi i longut të syrit të bëhet më mirë. Që në mënyrën që fillon edhe me fillume e zvogëlut tensionin intraokular të syrit. E mira asaj është domon prap tash është shumë i lehtë bëhet. Po. Bëhet zakonisht në disa seanca realisht bëhet që domethënë të përfshihet i gjithë ajo farë aty me rreth i 860 shkallës, syri po mund të bëhet ndonjëherë vetëm gjysma, po e mira është që mund të përsëritet pas disa kohë nëse shifet që po ka nevojë më përsërit. Se një laser tipi i tillë që ka qenë më herët është bën një herë dhe nuk ka mundësi të përsëritet. Ky ka mundësi ta përsërisëm nëse shifet që ka nevojë pacienti për me rregullu çarkullimin e longut të syrit. Por që para se me bë këtë laser, pacientët përdorin edhe pika dhe gjithsesi pika për tension të syrit, atë kur pacienti domethënë veç stabilizohet si tension syrit, atë nuk ka arsye me s'ka nevojë më, domethënë e largon edhe këtë terapinë që është e përjetshme. E përjetshme, po. Se pacientët që kanë glaukom kur tensioni i syrit nuk po rregullohet, ata duhet tani jetën të përdorin pikat për tension syrit. Po. Dhe nëse e bën laserin, kjo terapi klinike ne thash vetëm për një lloj glaukomës, domethënë kjo është për glaukomë kënd hapur, por ashtu se nuk përdoret te glaukomë kënd mbyllur, që përmendëm te ajo farë iridotomia që ishte më herët. Këto janë specifikisht për një lloj të glaukomës, domethënë. Po nuk ndihmoj laseri, se gjithmonë është faza ajo farë e fundit, domethënë është operimi antiglaukomatos që bëhet. Kur shihet që s'po ndihmon as laseri, s'po ndihmojnë as pika, s'po ndihmon terapia komplet, si opsioni gjithmonë është i fundit operimit. Po këto, se tash shikues më thonë, tan këto lasere, tan këto smundje, çka duhet na me pas frikë se s'ka intervenim pa pas edhe ndaj
Kundër efekt mund të friksohen. Unë shpjegova pak pika të shkurta se komplikimit për secilin laser, realisht, domethënë, po këto lasera, domethënë, mos them që i kanë largu komplikimet, se nuk mund të them ashtu, domethënë, po i kanë zvogluar në minimum të mundshëm realisht. Domethënë, minimum të mundshëm i kanë zvogluar komplikimet. Që domethënë të krahasosh me një komplikim për një operimit është as nuk mund të krahasohen themi. Për arsye se lasera domethënë janë çaq preciz, çaq mirë janë të rregulluar në aspektin e punës tyre domethënë, dhe gjithmonë duhet të kesh kujdes të aplikosh kriteret që ti lejon çaj laser, domethënë. Nuk duhet çdo laseri ka ato parametrat e vet që duhet të shikojsh. Që se ato janë që na mos ndalim tash për pacientët s'është diçka që vjen, çfarë forcë të. Unë mendoj që po informohen pacientët për veten, për problemet. Gjithsesi tash e kemi shumë mirë se gjithë ti realisht me vetën e kam lexuar që to dhe është që kjo domethënë gjithsesi po, që kjo është punë e mirë. Po, edhe unë jam e lumtur që e ke sqaruar secilin sepse ata kur ndëgjojnë, marrin edhe informacione shtesë, sepse është shëndeti i tyre, sytë e tyre. Unë tham shumë herë që me krahasu, nuk e di kur kemi qenë për herë të parë, para sa vjet kemi qenë në emision këtu, që me krahasu njohuritë e pacientëve pi atëherë deri tash janë në ekstrem. Dhe unë ju rastisht e thash që oftalmologët në klinikë të ju, përveç që pajisjet janë inovative, ju gjithmonë jeni të përditësuar duke shkuar në trajnime të ndryshme, që me qenë sa më afër çdo inovacioni që është në botë edhe me qenë në klinikën e juaj. Jam menduar gjithsesi, domethënë, që është bën vetëm 20 vite që punoj në klinikën gjermane syve. 21. Sepse realisht domethënë themi ashtu është bëni qendër që frekuentimi i pacientëve çaq i madh dhe njerëzit veç janë e dinë tash këtë punë që çdo gjë e re ose do të jetë të aplikohet në klinikën gjermane syve. Ne përveç kësaj, na kemi pas, me kolegët e mi kemi pas një qasje ndryshe ndaj pacientit. E vërtet. Realisht shpesh kemi ndodhur që kemi shpjeguar komplet smundjen e pacientit. Kur është pa që pacienti me të vërtetë ka pyetje, që mi përgjigj gjithmonë, domethënë që në mënyrë që të rritet kjo vedia rrëdhësimi popullatës domethënë në aspektin e sot. Kur është kur pacienti e din çka ka më bëj, çka kërkohet, çka. Unë them ndonjëherë, lexo, edhe kur vish herën tjetër ta diskutojmë bashkë. E cili është kesh kuptimi më i madh që përballesh me pacient rreth laserit, se ka mite, frika të ndryshme, çka ki nevojë më shumë ju shpjegoj. Realisht kjo që tash, ajo pjesa e laser fotokollimit që shpesh i ndëgjoj për pacientëve, sepse retinopatia diabetike zakonisht janë më shumë të ata pacientë moshuar, edhe ata e kanë idenë domethënë tash që unë bëna një herë laser, mas një koha më hupi të pomrit ose më dobësu të pomrit. Alla si bëna laser më dëmtu të pomrit. Jo, nuk ka qenë laseri. Ne duhet ta kuptojmë që nuk ka qenë laseri. Laseri ka parandalu, por nëse ti se ke plotsu komplet, sa ty prapë është, të kemi disa seanca që duhet bëhet me laser, e ke lënë trajtimin e gjysmë, atëherë gjithmonë ty humbja të pomrit vjen prej retinopatisë diabetike, nuk të vjen prej laserit. Po, edhe patjetër se këta me që risolle si temë, kushdo që momentin e parë të diagnostikimit nga endokrinologu ose kushdo për diabet, takimi i dytë të nesërmen duhet jetë oftalmologu, sepse diabetu e prek syt, unë po flas tash si një paciente, si një shtetare. Në atë mënyrë sa që ti deri në 12 mundesh me pa perfekt, në 12 minutë mundesh me met pa shikim. Sepse se kemi gjak deri të diskutohet më një. Absolutisht, është smundje që vjen edhe të godet, po jo çaq lehtë sa mendon ti, ai gradualisht e përfshin synin. Edhe unë po mundohem me shumë mirë thora, ç'është domethënë sa pacientët pse unë kur i them pse s'ka më herët, po kom po shumë mirë. Po shumë mirë thonë, po. Kjo është ideja, po kur e shoh ç'është është pomja në retin, ai nuk është që ka po mirë çdollone para 2-3 ditëve s'po shoh. Po, po. Kur e shef ti syrin që e ka aty e din që ka vite që desa ka mriç atë. Pa s'ka qenë kurrë asnjëherë të mirë. Të mjeku i syve. Kjo është edhe gabimi shtesë që duhet me bëthire te kolegët. Të familjare të endokrinolog, që kemi tash një bashkëpunim shumë të mirë se sa përpara. Po, shqyr, po ka ende vend për të përmirësuar. A ka rast në pacient, doktor Afrim, që mund t'i nënshtrohet për problemeve të shumta që ka, disa llojeve të laserit? Po, patjetër që është. Nëse është bë katarakt dhe është me diabet, mund t'i bëhet domethënë jak laseri në njëjtën kohë, sepse në njëjtën kohë unë nuk kam mundësi me bëhet laser fotokoagullimin nëse nuk e pastroj ma përpara me laserin fotodisruptiv. Kështu që e bëj spari atë, pastaj vazhdoj me laserin tjetër. Por jo mrena ditës. Jo, zakonisht nuk e praktikoj me disa pacientë ka diskomfortin pak, ndikja jo efekti dritës realisht, kështu që nëse nuk e praktikojmë dy atë me njëherë.
Po, në të gjitha këto lasere që shpjegove, ishte e veçantë fakti që ata nuk shkojnë gjonë pacientët. Janë të zgjut, kanë anestetik lokal. Në asnjë lloj lasere që... me bashkëpunu me mjekun, apo thjesht s'ka nevojë, se s'ka dhimbje. E para s'ka nevojë, po na vjen ndonjëherë me bashkëpunu. Se na ju them pastaj shiko lart ose poshtë. Plus transperkore ose largimi i syzave nuk ka mundësi të bëhet me të përgjithshëm. Se duhet një bashkëpunim i pacientit realisht. A bashkëpunojnë? Goxha sfiduese me pas pajisje që po të punojnë të drita. Jo, shef, kjo është e mira. Kjo është ajo që punon ajo teknologjia, ndërmjet teknologjisë ose ajo realisht. Tash ky laser i ri që e kemi realisht për largimin e dioptrisë është edhe përpara laserat i kanë pas këtë mundësi realisht, por gjithmonë ato është ajo rritja e efikasitetit ose rritja e precizitetit është rrit realisht. Pse themi kështu? Se pacienti mund të thotë, po, punë me bëmë livrit, e mirë është laseri ndalet. Okej. Nuk vazhdon. E kthejmë, vazhdon që ty ku ka mbet. Ki ide ndonë, trajtimin domethënë është... Si insekti... Po, lëvizjet më mëdha të kokës, sepse lëvizjet e vogla pacienti laseri përcjell krejt. Domethënë kështu që domethënë na përpara bëhet ai skenimi i syrit nga laseri, dhe pse lëviz kështu s'ka lidhje. Se laseri e përcjell në çdo kohë, domethënë në çdo lëvizje edhe bën laser aty ku është dhënë programi për me bë. Po largu nga çësia diçka ndalet, nuk vazhdon. Po. Atë s'mund të ndodhin gabime. Që për arsye po them aty rresht s'ka mundësi me ndodh gabim. Se po largu diçka nga fusha, laseri ndalet. Nuk vazhdon, që me bën ai dëm diçka të syni dikon tjetër. Dhe kjo e hek komplet atë, se tash kur është keq kuptimi më i madh, kjo është keq kuptim tjetër që pacientët thonë ku guxojnë me ne. Edhe është ideja se kur të futesh në aparatin pak është një farë, çka bëhet, duket si një farë hapësire. Ama zgjatin shkurt secila prej tyre. Maksimumi sa është? Domethënë realisht po punë vetëm efekti laserit është punë sekondash. Punë sekondash, domethënë. Ne më shumë vonohemi gjatë kohës sa pastrojmë syrin, bëjmë përgatitjen, mënyrë efekti veprimi i laserit është punë sekondash. Mbas se çfarë dioptrie ka. Po gjithata kur e kryen thonë, që këshna tut pa di hava. Shumë palidhe të këshna tut se s'ka qenë kur gjë. Ju letohet komplet jeta dhe çdo gjë tjetër. Shumë mirë që i përmendëm të gjitha llojet e lasereve, sepse unë shumë shpesh tendencën e pyetjeve të shikuesve kam pas laserin për me heq syze. Domethënë kanë menduar që laseri është shumica veç me dioptrin, por ja që laseret janë të ndryshme dhe kanë multifunksione në smundje edhe trajtime të smundjeve ndryshme. Dhe kanë ndihmuar shumë, se neve si doktor. Po, e ka lecu... Ne ka lecu punën dhe pacientit ndihmës për pacientin spari pastaj për neve. Për ata pacientë të cilët janë në dilemë, a me bo, a mes me bo, jo po tutna, jo s'po tutna, që ju kështë e thonë? Për të në laserit tash. Krejt llojet e lasereve? Jo, s'diskutohet. Ajo këtu mos flasim tash në aspektin e këtyre që na bëjmë për patologjitë, e diabetit. Ato janë që s'kan qare. Ato nuk kemi nevojë, a me bo, se bo, ajo duhet bëhet kërështë indikacion, as mos e diskutojmë. Pastaj te kjo pjesa që gjithmonë e them, domethënë kjo pjesa e estetikës, pjesës së dioptrisë, është krejt varet ai pacient don të bëj syze apo jo. Dhemi, taj pacient, domethënë që unë them shpesh, ti intervjen laserik për largimin e syze nuk e ke obligim. Domethënë obligative e ke me hek. Se ke? Është punë domethënë që ti s'do të bësh syze. Po. Që të prandëmerret ose ti po të pengon profesionin tën, që të thjesht do të lirosh nga syze. Lirosh nga obligimi sepse është obligim me i marr me pastru me i mirëmbajt me. Ka dhënë pacientë të tjerë, po javën e kaluar një pacienti që ishte pa dikun -4.50, japin që tash edhe e shpjegoj shumë mirë si një pacient më herët një aktor e njohur po përmendim tash. Ideja e thotë, a din çfarë kënaqësie kam pas kur i më çun në mëngjes. Orën e kam në muri, e kam pasur gjithmonë për me pa orën në desh minutë syzat për me pa orën. Çfarë kënaqësie është kur i më çon edhe për shoh pas syze. Çfarë po, shumë kënaqësi. Ose tjetra që thotë vallë me fëmijën e vogël realisht edhe më ka desh natën më çuni pa i lyp syzat dikon në skumujt me ndihmë fëmis. E tash me kam se s'pi lypje syzat. Edhe për krypun. Kjo është një lehtësim. Këto janë ato ide se pse do të vendosëm na mos bëjmë syze. A u rrit numri i pacientëve që janë të gatshëm me u liru nga syzet sepse te ne është kjo gjithmonë është që nuk duhen të bëjnë. Shumë pacient nuk kanë. Edhe për shkak të që thash pikme se megjithëse ka ndryshuar. Ideja që tash vetëm sa po futen apo i plotësojnë kriteret. Që ndonjëherë ka raste kur e sheh që ka shumë dëshirë me ek, por nuk i plotëson kushtet dhe pastaj nuk ka mundësi. Domethënë dëshira ekziston veç edhe aprovimi i doktorit. Kjo është shumë unë gëzohem shumë kur pacientët tuaj, shikues tanë, janë në nivel të lartë të vëdësimit rreth
një jetë ma cilësore për çdo aspekt, jo vetëm për sy. Kështu që unë fillimisht e kam probleme të falenderu për profesionistin që je, unë kushdo që më nje, din që sa vite kretë generatat e familjes jemi pacientet e, fatkeqësisht jemi kretë nevojë për syve, po fatmirësisht më atlete kemi kur na menaxhan një profesionist jo. Edhe me të falenderu për gatishmërinë për shikuese familja jonë që kur s'na ke thënë jo. Patjetër, jam gjithmonë i gatshëm, kemi diskutuar edhe herave tjera që ndihmojmë të arrisim atë vetëdijsimin e popullatës për në aspektin e smundjeve të syrit ose si do trajtohen këta. Përndryshe, gjithmonë i gatshëm edhe për pranimin e pacientëve që i dërgon shpesh pa termin. Shpesh pa termin, kërkoj falje, më kuqen në sekret. Po najherë shikus menojnë që pacientët njofshëm dyqysh, po jo, është shumë fat që mjekët tonë janë humanistë edhe asnjëherë, edhe faleminderit që je shumë social, edhe sa kemi raste sociale gjithmonë ke thonë, po. Në ndërkohë, vetëm bashkë shikusve që një ditë tjetër kemi marrë me folë për lentët, sepse në temë shumë e ndihshme, edhe unë po besoj që ka interesim. E folim shkurt, po ka ala... Kështu që nuk sarë të ndit nevojshme ka me shkuaj ke premtu shikusve. Ti qek shikus, faleminderit shumë, doktor Afrim. Faleminderit për juve. Shumë kënaqësi që ishit. Dashur miq, së bashku me doktor Afrim Shabani, oftalmolog nga Klinika Gjermane e Syve, kemi folur për llojet e laserit, për trajtimin dhe shërimin e problematikave të ndryshme të syve dhe jo vetëm të largimit e dioptrisë, siç njihet në shumicë, por e kuptuam nga doktor Afrimi që laseret janë të llojeve të ndryshme dhe disa prej tyre kanë edhe shërbime dhe nën shërbime për smundje dhe problematika të ndryshme të cilet e lehtësojnë të pamurit dhe shikimin përjetësisht për pacientët. Në ndërkohë ne do të shkëputemi, do të shkojmë bashkë në Klinikën Gjermane të Syve për të pas mundësinë që së bashku me doktor Valbon Ajazaj të shohim një prej intervenimeve me një lloj të laserit ku intervenohet tek një pacient i cili ka katarakt apo perde dhe tension të lartë të syrit. Dhe shohim si trajtohet dhe si funksionon ky laser që deri tashmë e shpjegoi edhe doktor Afrimi. Pastaj kthehemi në studio me materiale tjera.